Përshëndetje miq të dashur, sot jemi në fshatin Ballaban. Jem ardhur me vizitu një bashkëluftëtar i cili ka luftu shumë për këtë vend, edhe sfidat edhe sakrificat e tij që kanë bërë për këtë vend do t'i shihni në bashkëbisedim me të. Për këto edhe shumë gjëra tjera, ndiqni intervistën në vazhdim. Përshëndetje i nderuar, fillimisht falenderoj shumë që ndove kohë për neve. A mundesh më na tregu pak për vështirësitë e tuaja dhe më na u prezantu? Faleminderit shumë që edhe për juve që keni ardhur. Po jam Hasan Zeneli, bashkëluftëtari i Zahir Bajazitit. Isha pjesë e grupit të parë, pra i formimit grupit parë të Zahirit, i cili përbëhej nga 3-4 persona. Isha unë, Ismail Sejdiu, Isak Shabani, Janos Zeneli, Heroi dhe të tjerë. Këtu kemi dalë sot për të spjeguar pak rreth datës 5 shtator të vitit 1995. Pra, tek i shkollë që aso kohë kishte Miloševiqi kishte uzurpuar shkollat shqipe dhe pothuajse të gjitha shkollat i kishte stërmbushur me kolon serb dhe po atë kohë, pra vetëm 4 ditë përpara, në Beograd vazhduan bisedimet në mes të Ministrisë Arsimit të Kosovës dhe asaj të Beogradit, ku që të dyja palët nuk dhanë asnjë sukses, pra kategorikisht Miloševiqi refuzoi që shkollat shqipe të jesin ashtu siç janë me kolon dhe 3 ditë më vonë, pra në fshatin Ballaban, aty ku ishte edhe shtabi parë operativ i Zahirit, shtabi parë operativ Goril, u marrë vendim që të sulmohet bashkë kjo shkollë, ish Gjuro Gjaković, me bomba dore, në mënyrë që të friksohen nga detonimi dhe të shpërngulen nga këtu. Pra, ishte data 5 shtator e vitit 1995, kur bashkë me Zahir Bajazitin erdhëm këtu. Zahiri ishte dikon një 50 hapa ma tutje ka e kurulla, i cili e bënte sigurimin të terenit, kurse unë isha akteria i akcionisti që e hulla bombën këtu, pra në këtë objekt, dhe jemi tërhequr nga këtu në drejtim të fshatit Ballovc, ku atë natë kemi flejt në shtëpinë e dhëndrit të Zahirit, pra në odën e dhëndrit të Zahirit. Të nesërmen kemi vazhdu për Ballaban, pra ku edhe tani do të kemi rastin të shkojmë dhe atje të bëjmë edhe xhirime, 2-3 xhirime, aty ku krisi pushka e parë kundër forcave militare serbe nga Zahiri dhe aty ku janë të ngritura pllaka përkujtimore. Njëra është e heroit Janos Zeneli, i cili u arrestua gjatë vitit 1997 nga UDB-ja serbe dhe nga torturat vdeq në burgun e Beogradit. Pra do ta vizitojmë edhe atë përmendore të Janosit atje, po ashtu edhe pllakën me emra heroish
e cilën e kanë ngritur organizata për mbrojtjen e vlerave të luftës guerile, pra gurthemeli i shtabit të parë operativ në fshatin Ballaban. Se ke ma heret se këtu ka qenë bomba e parë që është shpërthye dhe nuk ka asë një monument diçka që me përkujtu atë ko. A keni bo kërkes nga komuna edhe a ju kanë kthy përgjigje apo jo? Po, kemi bo kërkes, kryetarit të komunës të Podujevës, zotit Shkëtim Bulliqi, dhe kërkesa e organizatës është aprovuar, por ende nuk është fillu, nuk është ndërmarrë asnjëherë. Para sa kohë keni bo kërkes? Po, mund të them tash 1 vit më parë. Sido që tjetë, ne i falenderojmë komunën për mirëkuptimin që kanë hasë në mirëkuptim dhe e kanë miratu. Ministria e Kulturës e ka miratu atë kërkesë tonën, por në mungesë buxheti ende nuk është filluar për të ndërtuar këtë një simbol të paktën, sepse ka vetë krenarinë e vetë, ajo është bomba e parë kundër kolonizimit të Kosovës, dhe më thonë. Unë mendoj se koha do të vije shpejt dhe komuna do të intervenoj. Sigurisht se duhet tjetë këtu një plakë përkujtimore. Faleminderit shumë. Si që premtuam ma herët, kur ishim në Podujev për gjirim, erdhëm tash jemi në fshatin Ballaban, këtu pra ku lindi guerili e parë, me njëherë pas qetës së Llapit, këtu në këtë vend, u formu grupi parë i unë, luftarak. Formues të grupit ishim Zahir Pajaziti, unë, Isak Shabani, Ismail Sediu, dhe pak më vonë heroi ynë Janoz Zëneli, i cili vdiq nga torturat serbe në burgun e Beogradit, pa e dhonë asnjë emër të shokëve të tij. Këtu bashkë në këtë vend kanë defiluar shumica e luftëtarëve gueril, edhe të grupeve tjera, siç ishte ai i Llapit, pra ishte edhe këtu edhe grupi Drënicës në një rast, dhe kjo shtëpi që tani shifet e rënuar, ishte shtabi i parë operativ i grupeve guerile pra këtu në Ballaban. Tu ka filluar gjithçka, edhe këtu kam edhe shumë kujtime të këqija. Cilat kanë qenë torturat që ja u kanë bo këto? A mundesh me i cek një ose, se normalisht ki shumë, po nëse mundesh me i cek një ose 2. Po, për mu ma e rënda ka qenë ditën e arrestimit kur më kanë pru para familjes, pra para nonës, para gruas fëmijëve, të lidhur këmbë duar, dhe kur me sytë e mi e kom pa, kur ma kanë maltretu djalin tim, Ismetin,
edhe Naimin. Pra ai ka qenë akti më i rëndë që e kam përjetu, sepse isha i lidhur dhe s'mund të ndihmoja. Naimi tash është rrit, por ende në trupin e tij shifen shenjat e torturës. Gjithashtu Ismeti është rrit, por ka mbetur me pasoja dhe ja kanë prish 2 timpanat e veshëve në prezencën tëmë, i kanë mshu me 2 durët në vesh dhe djali në mungesë të qërimit, në mungesë të daljes, sepse thuhet, unë nuk e di, por thuhet se ky fshat ka qenë i rrethuar me ditë të tëra, që nuk kanë mujt me qua as me dhonë ndihmë mjekësore. Pra ky është akti jam më i rëndë që e kam përjetu si kujtimi më i keq në jetë, fal Zotit të madh. Naimin e kam edhe djalë, edhe hera para syve të mi, e kam marrë tërfurkun e hekurt, i cili ka shërby për plehun e shtazëve, edhe i kam mshu milicit sërbë në kom. Naimi atëherë ishte 13 vjeçar. Shumë i vogël, por e bëri një rezistencë. Për me shpëtu normalisht, sepse... Tu kam kujtime shumë të mira, por kam kujtime edhe shumë të rana. Më është maltretu para syve të mi gruaja, djemt, gjyshja, vajza, Majlinda, që ka hudhë milicin nga kjo shtëpi këtu, ka pas edhe terasën e vetë këtë pjesë. Nga terasa atje e ka hudhë në tokë. Fëmijën Majlinda atëherë ishte 4-5 vjeç. Këtu Do me thonë, ky vend, në vend që me u kujtu si kujtimet fëmirisë që i ke kalu shumë mirë, ti sot i kujton masakrat edhe dhunën që e kanë bo ushtria serbe ndaj... Po, është bo aq është maltretu familja komplet. Pa thënë edhe njerë, 2 djemt, vajza, gruaja, pastaj motra, pastaj edhe në fshatin Sharban, kanë gjallë njëjta, torturë. Për shkak se atje kam motrën të martuar. Burri i saj ishte direkt i lidhur me ne, bashkë me kunatin. Tu ka pas forcat mëdha policore atë ditë kur më kanë sjell mu, sepse isha me njëherë numri 2 i këtyre forcave dhe ata e kanë ditë, me kanë kënd bëjnë dhe paraprakisht i kanë disloku me qindra milic këtu. Gjithkon ke pas milic, gjithkon ka pas autoblinda 2, ka pas këtu, ma mirë flasin për rastin banor të fshatit Ballaban që kanë pasin ngjarje se sa unë. Këtu është po të merë. Unë shpresoj se
së shpejti ju do të shkoni ta intervistoni edhe nonën time. Patjetër. Me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Me shumë kënaqësi. Edhe shokët e mi të cilët kanë të drejtë të flasin në emrin tim, pra janë sot gjallë, është Ismet Abdullahu, i cili ishte zëdhënës i grupeve tona guerile në Zvicër. Do të jap numrin e Ismetit, kontaktit. Ai ka të drejtë të flasë. Ka të drejtë të fletë Selim Haziri, Ahmet Zveqiri, Ismail Sejdiu, Isak Shabani, Izet Ahmeti, Mehmet Mehmeti, Muharrem Krasniqi. Vetëm këta njerëz kanë të drejtë të flasin në emrin tim, në emrin e kësaj shtëpie dhe në emrin e kësaj dhune që është shfaq ato ditë kur me 28 prill të vitit 1997 me datë fiks 3 muaj pas vrasjes së heroit ton Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha dhe Akif Zenullahu në Pestov. Pra, mos të harrojmë se në këtë vend ishte edhe baza e parë e radiolidhjeve komunikuse për grupet tona guerile. Pra ishte qendra, diku ka vitin 1996, me ndihmën e Ismet Abdullahit dhe shokëve tonë në Zvicër, kemi arrit ta blejmë në Shqipëri edhe repetitor quhet ai që i ritransmeton, i fuqizon të valët e radios edhe frekuenca 144 kalon në kilometrat e tëra, do me thonë ishte repetitori ishte i vumë në Manalt, i cili punonte me onë për shkak se nuk kishte këtu rrymë, por punonte me onë të akumulatorëve, 2 herë 12-24 volt, që u dashke çdo javë me bën ndrimin e tyre, me i pru, me i fuqizu, me i mush këto, me hjek ata, me qita. Në këtë vend janë maltretuar edhe familja e herojit ton Janos Zeneli, ku shtëpia e tij është pra këtu, me njëherë në gjitë me mu, dhe po ashtu është maltretu edhe familja e Jaher Zenelit, të gjithë çka ishin me mbiemër Zeneli. Për ngjarjet edhe ato maltretime kam të drejtë të flas, sepse të gjithë pra këta ishin në varësinë time, sepse unë isha komanduesi i një njësie të Prishtinës që quhej Rufeja aso kohë, që kam edhe 4 antarë të kësaj njësie që janë dëshmorë, sot është Januzi që vdeq nga torturat në Beograd, kam Begjet Brajshorin nga Sharbani, kam Isof Ferizin nga fshati Prapashtic, pra kam edhe Agim Makullin të vrarë, gjithashtu e kam të zhdukur antarin e njësisë Sabit Lahu nga fshati Rimanisht, i cili është zhdukur në vitin 1998 nga pagjurmë nga UDB-ja serbe. Pra të gjithë këta ishin pjesë e imja, pra edhe një jem krenar që jam pjesë e këtyre njerëzve, por edhe torturat nuk kanë qenë as pak të lehta që i ke kaluar. shumë të rënda,
Shumë të rënda. Nuk po du të flas për torturat. Normal. Kam fol ma herët dhe sa herë po flas, po bëhem edhe nervoz, po kthehem në kohë. Sepse i përjeton si për të parën herë. Sikur për të parën herë. Parashive po mrin për torturat e mia krejt halal ju kofshin çam kanë bo. Sepse hasëm i kemi ata, ose e myti ose më mytë. Nuk jau shoh për të madhe. Kanë qenë shtet barbar, shtet që ka prediku jo, të mirë diçka për dhunë, edhe s'kemi prit mirë për tyne, e kom prit edhe ma të keqen vdekjen për tyre, por ja që sot, edhe pse kalova në për shkallë të ndryshme të kësaj jete me ta, edhe në për burgje, edhe në për masakra, pra isha edhe pjesë, dhe me thani, i mbijetori masakrës në burgun e Dubravës, gjithë shka kom po të keqe. Sa më përket muë, në rregull janë me mu. Por, Sërbis nuk ja fali kur. Sot jam i gjallë që të met gjakun e për vena, nuk ja fali torturat që mi ka bo fëmijët tim, para syve të mi. Gruas, nanës e të tjerve. Kurën e kurës nuk ja fali masakrat që i ka zhvillu në popullin e pafajshëm në Kosovë. Të gjitha ato i ndjeshi barën, sepse isha formusi i kësaj ushtrie të lavdeshme. Pra, kur s'ja bëj halal dhunimet që i mi ka bo në për gra dhe vojza, njësoj sikur motrat e mije e në turë. Mi ka dhunu gra e motra. Dhe as një bisedim me Serbin pa kushte. Kusht numër një, zbardhja së vërtetës së masakrave, dënimi i të i akterëve, paramilitar dhe militar, edhe zbardhja dhe dënimi i atyre që kanë dhënu gra dhe vojza në Kosovë. Sepse lufta është luftë ushtari, mund të vret me halal, ose unë ose haj. Pra të edhe kemi zhvillu luftë, por jo luftë të pestë, idiot luftë. Luftë e pestë bëhet në përbot që po shohëm sot, por atje nuk po ndodhin dhunime. Edhe nuk po ndodhin masakra, po vritet ushtar. Mund të vritet, na thojnë pahiri, edhe civili atje. Por këtu, me pikë qëllimit, i ka bo 44 masakra në Kosovë, që ason edhe as familja ime nuk ja falim kur. Kur thamë familja, po thamë, sepse unë jam pjesëtar i një familje me bagazh 100 veçar kundër armiku, që ka bo luftë kundër armiku. Jemi të ndjekur nga fshati, Kopranat jetë Toplica, e të shpërngullur këtu në Balaban, dhe të partë e mi janë pjese lëvizjeve nacionaliste në Kosovë. Pra, mu këtu në këtë vend, fshatin Balaban, në familjen time, si që gjeti stre shokët e mi të luftës, Zahirjet e tjerë në shtëpinë time, po ashtu në shtëpinë e gjyshit tim, gjetën stre Musli Podvorica, Azem Bellaqefci, e të tjerë, të cilët bon luftë guerile në atë kohë, i kam, janë pjese familje që dy djemë të Bacit Mërsel janë vra,
baba i gjyshit tim Zeneli ka vdek nga plagët e luftë, e marrën luftë. Sherif Zeneli është dënuar në burgun e Nishit me vite gjata burg, që edhe sot i posedojmë letrat nga arhivi i Kosovës. Është Janus Zeneli, pra ashtu i vrarë, thjesht janë familje herojsh, dhe nga ona ime kur nuk ja bëj halal Serbisë, po kur s'ja bëj halal as atij i cili negocion me Serbinë pa zbardhjen pa dënimin, pa kusht, të më thonë. Kusht duhet ta ketë zbardhjen e gjithë akterëve të cilët kanë bë dhunime nëpër Kosovë dhe burgosin e tyre. Burgosin e të gjithë atyre që kanë bë masakra nëpër Kosovë. Atëherë bisedime me Serbinë. Me ta bu një pyetje i nderuam, tash që Sa dush bënëm pyetje, çka dush, pyetëm gjithë çka di, edhe po du më tregu se ti nuk e din. Po. Gjithë çka e tërësia, alfa edhe omega janë këtu, në këtë vend ku jemi tu intervistu në Ballabën. Domethënë gjithë çka është ka hyrë nëpër durët e mia dhe është shpërndarë nëpër terren. Të drejtë, po thamë edhe një herë, të replikes apo të komenteve apo të lavdis kanë këta emra e përmena: Ismet Abdullahu, Ismail Sediu, Isak Shabani, Izet Ahmeti, Selim Haziri edhe Ahmet Zeqiri. Të tjerët nuk kanë të drejtë komenti për pas koment lavdije. Nuk kanë të drejtë të kyqen dhe ta komentojnë këtë çka ne sot po e bisedojmë, sepse nuk e din. Kur flasim, sigurisht dikush na ndëgjon, flasim publik për opinionin. Por, kur flasim për opinionin, duhet kemi edhe bazën për çka po flasim. Duhet kemi edhe dëshmit. Cilat janë dëshmit? Janë emrat të cilat i përmenda unë. Pra, ata janë shokët e mi që i din lëvizjet e mia, i din veprimtaritë, aksionet, nëse që i din 100%, i din 80%, pra këta kanë të drejtë të flasin e jo të tjerët, laba, është pa lidhje. Pra, edhe këtu po ju bëj thirrje edhe shokëve të mi, që në intervistat e tyre, se unë do t'i jap emrat e tyre, sigurisht edhe numrat e kontakteve, në intervistat e tyre përmendin emra, sepse kur ti përmend 2, 3 apo 4 emra, ti je i fortë, ti je me plot dëshmi. Kur ti flet si Hasan dhe nuk e ndërlidhi Smetin atjetrin, atëherë ti je i pafuqishëm në dëshmi. Fuqia jote është e pafuqishme. Domethënë, apel të shokët e mi që të përmendin emra, ta flasin vetëm realitetin ç'është ka ndodhur. Është më e mira, urdhna për pyetjen. Tash që Kosova është në liri, sa jem të e gëzu në liri? Sipas teje? Sipas meje, Kosova është në një gjysmë liri. Ne jemi duke marrë frymë lirshëm edhe nuk kemi droje se nesër na hyn milicia, zhandarmeria serbe, na qesin para pushke, na para drunje. Edhe jem të punu, jem të gjallëru. Dikush punon diçka pozitive, dikush shkon punon krejt kundër. Qa me mo, dy të kundërtat e Heraklitit, edhe në librin e tij Minatyrën e ka cekë, se njëra patjetër se ka kuptimin. As drejtësia nuk e ka kuptimin, s'do të kishim dëgjuar për drejtësinë, po mos ishte pa drejtësia. Edhe vetë bota është ndërtuar prej dy të kundërtave. Por, falë Zotit, njerëzit tani janë të lirë, njerëzit tani punojnë, lëvizin lirshëm, shkojnë të njëri të tjetri lirshëm, kanë bukë sa dush, kanë automjete, besa kanë bo dhe pasuri, dikosh në mënyrë të ndershme, pra dikosh edhe në mënyrë të pandershme. Mirë baj që ka bo në mënyrë të pandershme, ai një ditë
Ka me ju përgjegjë dikujt, sigurisht se po. Pra, jam i lumtur me këtë çka e shoh, me pa njeri për të mirave kur nuk o bëll. Kam qenë boll, po s'ka fund, por edhe kështu mirë është. Unë për veti kam boll pare, me shku me pi një kafe, me dal me shku dikon të një vizitë. Tash Haxhi edhe je pensioner, Po. si po e kalon këtë koha? Je të pushu apo je të marrë me ndonjë aktivitet tjetër? Falënderë shumë për këtë pyetje. Unë disa kohë kam nejt tuj se parazit. Po. Se di pse. Por tu e po që çdo ditë më tepër po krijohet monotoni në shpirtin ponin, trupi im nuk ban kështu, jam marrë me sport gjithherë, por ajo nuk i ka plotësu këtë tan ditën. Tan ditën kam fillu pastaj me disa ide, mu marrë me spori kam fillu mu marrë me prodhimin e generatorëve për prodhimin e energjisë me erë. Dhe më thonë, e kam bo para 3 vjetëve këtu në Balaban, e kam lëshu në lëvizje, edhe tash po punoj, për çdo ditë me hekra në dorë, më gjenë garazh. Nuk jam tash këtu me banim Balaban, se e kam pas shumë mirë. Tash jam fush Kosovë, po edhe atje kam një farë garazhet vogël. Që punon aty? Që punoj që atë. Me kalu kohën. O, kur filloj aty me punu, krejt gjithë qka harroj. Harroj politikën, harroj gjithë shka, po knaqem me atë punë, po jam i lirë kur do që më thirë dikosh në një herë i vizatorë, nëse juve sot. Po jam i lirë, po. Ne të falenderojmë shumë për kohën që e ki gjetë edhe për gjithë këto fjalë që i tregove për masakrën edhe torturat që janë bën në Kosovë. Faleminderit shumë prej teje. Me nderë qofshi.